Mirëdita të gjithëve, paqe vëllezër motra, Zoti t'ju bekoj kudo që t'jeni. Lavdi Zotit edhe për sot, mundësinë që na dha, të jemi këtu prapë të vazhdojmë të serinë e mesazheve bashk. Sot flasim për një temë tre, si mund të kompletohemi në Krisht. Sa rëndësishme është pra që jo vetëm thjesht të besojmë mjaft, po sepse gjysma botës beson, siç e dim, po edhe të kompletohemi, të jemi komplet. Dhe kemi folur shumë për armatimin, për frymën e shenjtë, për shumë gjëra tjera. Edhe sot flasim për një kompletim, si mund themi, më të komplet, më konkret dhe më komplet. Të jemi të kompletuar në Krisht, është shumë e rëndësishme, sepse dim që nuk mund t'i lejmë asnjë bir armikut, dim që kjo botë është shumë e tmerrshme, mjafton të kthesh kokën majtas ose djathtas edhe gjendesh në det, në ujë. Prandaj është e rëndësishme të marrim fokusin ke Krishti, ke fjala vet, edhe kështu që të mund t'ja dalim. Kështu që prandaj flasim për këtë temën e re, të kompletuar në Krisht. Kam dhënë prapë në dy pjesë, kështu që ditën e jetë do ta përfundojmë. Bëjmë lutje, dole çik herët sot se ashtu kam dhënë sa disa punë, edhe shpresoj t'ja dal. Bëjmë lutje, japim misardhës frymës shenjtë, edhe të na udhëheqi në këtë takim, edhe lavdimet vërtet Perëndis që e mundson. Atë Perëndi, si gjithmonë, t'japim misardhën o Zot i madh në jetën tona. Japim misardhës frymës tënde, kësaj vajose të mrekullueshme, që të vijmë mbi ne, o Zot i madh, që të na udhëheqi. Fliti frymës shenjtë, fliti në këtë mesazh, fliti o Zot në jetën tonë. Fryma shenjtë, ti e gjithçka që kemi nevojë, edhe ne t'japim misardhën tani, që të na mbulosh, që të na udhëheqësh. Të falenderojmë atë për mundësinë që na dhe, të falenderoj o Zot dhe lutem për të gjithë vëllezërit dhe motrat që po shikojnë, që ti bekosh o Zot në gjithçka. Si gjithmonë lutem që edhe kjo fjalë të shoqërohet nga fryma jote o Zot, të shoqërohet me fuqinë e frymës, me shenja, me mrekulli, me çuditëra, sepse fjala jote ka fuqi, vërtet ajote ka fuqi, dhe ne na mëso Zot i madh që nga goja jonë të dalë vetëm fjala e gjallë e Perëndis, kjo rrema që zbret nga froni i Perëndis. Të falenderoj për këtë mundësi, të na bekosh o Zot i madh. Bekoj gjithë vëllezërit dhe motrat dhe preki në emër të Krishtit Jezus o Zot. Të falenderoj në emër të Jezusit. Amen. Okej, vazhdojmë pra këtë temën e re, të kompletuar në Krisht. Sot është pjesa e parë. Të lexojmë 2-3 vargje, dhe pastaj të flasim ku do dalim me këto vargje. Lexojmë vargun e parë ke 1 Korintasve, kapitulli 3, vargu 11. Thot, sepse askush nuk mund të hellë themel tjetër përveç atij që është hellur, i cili është Jezu Krishti. Ky është një varg i fuqishëm. Sepse askush nuk mund të hellë themel tjetër, pra nuk ka themel tjetër përveç Jezu Krishti. Çdo themel tjetër, kur ne mund të themelohemi, është shketrim, është shkatrim. Një shkretëti, një shkretëtir, një shkretim, një shkatrim. Por themeli nuk ka thotu. Askush nuk mund të hellë themel tjetër përveç Jezu Krishtit. Jezus është themeli. Pra ishte ke 1 Korintasve 3:11. Lexojmë letrën e parë të Pjetrit, kapitulli 2, vargjet 6 dhe 7. Pra ke 1 Pjetri 2, vargjet 6 dhe 7 lexojmë, sepse në shkrimet lexohet: ja, unë po vë në Sion një gur qipi, të zgjelur, dhe ai që beson në të nuk do të truprohet as pak. Sepse për ju që besoni, ai është i çmuar, por për ata të pabindurit, guri që u hoq në një anë nga ndërtuesit, u bë gur i qoshës, gur pengese dhe shkëm skandali që i bën të rrezohen. Pra, ky është vargu 2 ke 1 Pjetri 2, vargu 6 dhe 7. Imagjino tani sa
Sa e rëndësishme është që të themelohesh dhe nuk ka themel tjetër. Edhe këtu thotë që guri që hoq më njanë, thot nga ndërtuesit, u bë guri i qoshës. Pra ato që nuk e pranon Krishtin, po faktikisht Krishti është guri i qoshës. Dhe madje thot u bë gur pengesë dhe shkëm skandali që i bën të rrezohen. Kështu që në qoftë se nuk është themeli, në qoftë se nuk jemi themeluar tek Krishti, këtu thot që jemi skandal dhe bën që të rrezohet. Megjithatë do lexoj edhe një varg tjetër dhe pastaj do flasim për të tre këto vargje që preka. Shkojmë ke një tjetër ke varg, këto pasazhet që këto paragrafet e Jezusit që foli ke Mateu 7, jemi tani ke Mateu 7, vargjet nga 24 deri ke 27 dhe thot: Prandaj, ai që dëgjon këto fjalë të mia dhe i vën praktik, mund të krahasohet prej meje me një njeri të zgjuar që ka ndërtuar shtëpinë e tij mbi shkëmb. Rashiu erdhi përmbytja, frynera dhe u përplasën mbi atë shtëpi, por ajo nuk u shem, sepse ishte themeluar mbi shkëmb. Përkundrazi, ai që i dëgjon këto fjalë dhe nuk i vën në praktik, do të krahasohet me një njeri budallak, që ka ndërtuar shtëpinë e tij mbi rër. Më pas rashiu erdhi përmbytja, frynera dhe u përplas mbi atë shtëpi, ajo u shem dhe rënimi i saj që i madh. Prekëm të tre vargje pra, ke 1 Korintas 3, vargu 11, ke 1 Pjetrit 2, vargjet 6 dhe 7, ke Mateu 7, nga 24 dhe 27. Pra, që shikojmë këto tre paragrafet që preka në këto pasazhe të ndryshme, këtu shikojmë që ma qartë nuk ka, besoj që themeli pra është Jezu Krishti, edhe këtu ke Mateu pam këto dy shtëpi dhe të dy shtëpit këtu ishin të një llojta. Dhe sprovat dhe erat, sfidat me fjalë që kalon këto të dyja ishin të një llojta. Kështu që si sfidat, sprovat, fortuna e si shtëpit ishin një llojta. Po ku është diferenca? Pse njëra u rrëzu dhe tjetra nuk u rrëzu? Pra, njëra qëndroi kur erdhi përmbytje, kurse tjetra nuk rezistoi. Kjo sepse e para ishte themeluar mbi Krishtin. Okej? Themelin me gur, jo me rër. Okej? Kurse tjetra ishte themeluar pa Krishtin. Pra në rër. Nuk kupton diferencë. Pra e dipte, nuk është që du të zgjatëm shumë. Rëra, kam vënë re në Bibël që rëra është edhe simboli të gjithë njerëzimit, i asaj që do të dalë tu që i asaj që njerëzit kanë arritur të realizojnë me sforcët e tyre. Ky është dhe simboli i rërës në Bibël. Pra simbolizon edhe këtë në këtë rast. Kështu që rëra simbolizon të gjithë njerëzimin, këto njerëz që kanë arritur të realizojnë diçka por me sforcët e tyre, jo duke bazuar te fjala e Zotit. Kështu që Jezusi tha diçka shumë të rëndësishme. Tha që më parë ne duhet të ndërtojmë themelin dhe të jemi të sigurt që aty është themeli, pra Krishti. Dhe kjo ndërtohet, ky themel ndërtohet vetëm në një mënyrë, duke praktikuar atë që ne lexojmë këtë fjala e Perëndis, këtë Bibla. Dhe ta bëjmë në mënyrë të besueshme dhe të qëndrueshme. Kështu, pra, ky themeli bëhet me gur të fuqishëm, jo me rër. Okej, kështu themelohet pra kisha, njeriu, jeta jonë në krishterë. Kështu themelohet kjo jetë, kjo shtëpi. Kur, si bëhet ky themeli pra? E bëjmë ne me sforcat tona? Jo, sepse për ndryshe na kap ajo pra që thash parë, sforcimi i njerëzimit, se rëra simbolizon njerëzimin, edhe që njerëzit din të bëjnë me sforcat e tyre. Por, kur ne e marrim fjalën e Zotit dhe e praktikojmë, pra duke praktikuar atë që lexojmë, dhe ta bëjmë në mënyrë të besueshme e dyta dhe e treta të qëndrueshme, ne këtu përbëjmë atë themelin e vërtet, që është vetë Krishti, shkon mbi on. Amen. Kështu që ky është një nga mënyrën se si ne mund ta formojmë të themel. Edhe pastaj mund të ndërtohemi pastaj herë që jemi themeluar mbi atë themel.
ke Veprat e Apostujt të 20, vargu 32, lexojmë. Dhe tani o vëllezër, unë po ju lë te Perëndia dhe te fjala e hirit të tij, që është në gjendje të ndërtoj dhe t'ju jap trashëgimin në mes të gjithë të shejtorëve. Tu shikojmë që është fjala pra, ajo që na ndërton e na jep trashëgimin e jetës përjetshme. Mani me dhe këtë vargun. Kështu që Bibla thotë që besimi, jemi këtu ke Veprat e Apostujve 20, vargu 32, pra se si fjala na ndërton, na jep trashëgimin edhe jetën e përjetshme. Bibla thotë që besimi, e dim ke Romakët që thotë që besimi vjen nga dëgjimi. Dhe kjo do të thotë që ne do të vazhdojmë të dëgjojmë rregullisht fjalën e Perëndisë, sepse aty rritemi nga besimi në besim. Dhe kur e bëjmë në të njëjtën moment, ndërtojmë dhe marrim. Ndërtojmë dhe marrim. Ndërtojmë dhe marrim. Pra është fjala ai që na i thotë. Është fjala ai që na i zbulon dhe është fjala ai që na ndërton. Okej? Pra fjala është ajo që ta thotë, fjala është ajo që ta zbulon dhe fjala është ajo që të ndërton. Nuk mund të marrim premtimet e Perëndisë nëse ne nuk vazhdojmë. Jo vetëm ta kemi lexuar dhe mjaft, ose ka ardhur besimi mjaft, por ne duhet të vazhdojmë të dëgjojmë rregullisht fjalën e Perëndisë. Dhe kur e bëjmë vazhdimisht këtë, atëherë ne fillojmë të rritemi si krishterë të vërtetë. Kjo është gjithë çelësi. Ke Isaia 8, vargu 20, Bibla thotë: përmbahuni ligjit dhe dëshmisë. Pa, fjala dhe dëshmia ecin bashkë, atë që lexojmë nga Apokalipsi. Në rast se një popull nuk flet në këtë mënyrë, kjo do thotë se ai nuk ka dritë. Ma haptës është varg, janë sa vargje ke Isaia, po këtë gjithë Bibla, po ky Isaia e godet në shenjë. Po lexoj edhe ke Isaia 8, vargu 20 thotë: përmbahuni ke ligji, pra ke fjala e Zotit thotë. Edhe ke dëshmia që nuk mund ta fshehim, duhet ta dëshmojmë. Në rast se një popull nuk flet në këtë mënyrë, kjo do thotë se ai nuk ka dritë. Nëse populli nuk flet, pra, si nuk flet? Nuk flet sipas fjalës Perëndisë. Kjo sepse brenda tyre nuk ka dritë. Dhe drita e botës është Krishti. Po përsëris, nëse populli që quhet, konsiderohet si populli i Perëndisë, por nuk flet sipas fjalës Perëndisë, nuk flet, di pse? Sepse brenda tyre nuk është drita, që është vetë Krishti, por ka vetëm errësirë, ku punon djalli. Kështu që asnjë profeci, asnjë praktik, asnjë mësim, asnjë zbulesë, asnjë dotrinë nuk mund të pranohet nga këto njerëz, sepse nuk janë në ujdi të përmbushur e nuk koordinohet me fjalën e shkruar nga Perëndia. Ja, pse na duhet që të jemi të mençur, të zgjuar në këtë raste, dhe nuk duhet të dalim jashtë nga ajo që na mëson Bibla. Kurrë, se po bëhet nami. Futëm nga herë në TikTok tani, e dëgjoj këto besimtarët, vjen momenti që fillojnë bërtasin, do të më hiki se mu më dhem koka, po shikoj nga herë lloj mësimesh, lloj dotrinash, lloj idesh, se nga i vinë, si ku i sajojnë të mërshme. Prandaj, është po bëhet një tmerr edhe me këto rrjetet sociale. Armiku po shpërndan një mashtrim total, po devijon Biblën. Pra, ne nuk do dalim jashtë nga ajo që na mëson Bibla, sepse çdo gjë tjetër jashtë Biblës është errësirë dhe mashtrim. Dhe i përkasin vetëm mbretërisë së errësirës. Dhe ato që ecin në këtë errësirë, ecin në errësirën e nuk dinë si ç'bëjnë me dojmos, ku je në errësirë, nuk di as se ç'e bën, as di as se ku shkon. Prandaj kemi kujdes, tani të gjithë ne e dimë se kush është Jezusi. Ku e gjente? Pietri i tha, ke Mateu 16, ti je Krishti, ti je Mesia. Dhe dim dhe se kush jemi ne. Ku e gjente? Pra, dim kush është Krishti, Mateu 16,
po dim edhe se kush jemi ne. Këtë e gjejmë ke Efesianët kapitulli 1. Pra dim që Krishti është themeli jon dhe dim se kush jemi ne në përballim me atë. Sepse ne fillojmë të ndërtojmë jetën tonë duke dëgjuar dhe praktikuar fjalën e tij. Fjalën e Krishtit. Kur ne i kemi dëgjuar fjalët e tij dhe i kemi praktikuar, ata na fillojnë të ndërtohen. Ne ndërtohemi fal kësaj. Dhe kjo është një, siç e dim, është dhe një proces natyror. Ne ndërtohemi fort dhe si rrjedhoj, ne fillojmë pra të shikojmë dhe zbulesat e këtyre fjalëve në jetën tonë. Dhe ato fillojnë të nisin ose të zhvillojnë edhe atë qenien tonë të mirë. Amen. Dhe pastaj ne nuk dëgjojmë më për t'i praktikuar, por për ato bëjnë pjesë e qenies tonë dhe ne bëhemi të fortë për të marrë atë trashëgimi që na përket dhe kështu ne fillojmë ta jetojmë fjalën. Bëhet e gjallë në jetën tonë kjo fjalë. Sepse mund ta praktikosh në mënyra ndryshme, pa u bazuar ke Krishti. Po vjen një moment që ne jo vetëm e praktikojmë, po e fillojmë ta jetojmë atë fjalë. Dhe është kjo vetëm në mënyrë ku fjala e Perëndis mund të dëgjohet në mënyrë të saktë. Sepse fryma e shenjtë punon në mënyrë të mrekullueshme, vetëm në mënyrë ku fjala e Perëndis dëgjohet në mënyrë të saktë është kur fryma e Perëndis na e shqipton dhe na e shpall. Dhe jo kur një pastor ose një predikus e predikon, por që s'ka vajosje. Amen. E vetëm në mënyrë, por përsëris, kur fjala e Perëndis dëgjohet në mënyrë të saktë, është kur fryma e Perëndis, kur vajosja e Perëndis na e shqipton ose na e shpall atë fjalë me anë dikujt. Dhe jo kur një pastor ose një predikus ose kushdo qoftë e predikon, por nuk ka vajosje, nuk shqiptohet në vajosjen. Prandaj ky është një tjetër problem. Ke Psalmi 33, vargu 6, e dim gjithë dhe vargut, qejt u bën me anë të fjalës së Perëndis, me anë të fjalës së Zotit, dhe tërë ushtria e tyre me anë të frymës së gojës së tij. Shumë persona nuk mund të kuptojnë ato parimet e Perëndis, si mu themi. Kjo sepse e normale, pa frymën e shenjtë nuk mund as të lind besimi, në fakt. Do shta lind një besim hamendësimi, okay? Por për jetën tonë gjallëruese të krishterë, e rëndësishme është fryrja e Perëndis në jetën tonë. Kjo fryrje të jep jetë. Pra fjala dëgjohet nëpërmjet fryrjes që na e transporton në zemrën tonë fryma e shenjtë. Në fakt pëlqen në vargu, se mos gaboj ke 1 Gjoni, kapitulli 2, vargu 27, që thotë, ju nuk keni nevojë, thotë, që dikush t'ju mësoj, sepse është vetë vajosja që është në ju, është ajo që do t'ju mësoj. Dhe është e pamundur të dëgjosh në zemër fjalën e Perëndis pa fryrjen e Perëndis. Ta harrojmë. Por duhet të dim diçka tjetër, në qoftë se ne kërkojmë, si mu themi, manifestimin e frymës së shenjtë, por pa fjalën, e kam thënë gjithmonë, ne bëhemi fanatik dhe hipokrit dhe gjendemi në gabime. Okej? Ta përsëris herë, sepse duhet, në qoftë se ne kërkojmë këtë manifestimin e frymës, por pa fjalën, nuk është fjala në jetën e tyre persone, por vetëm lutën, kërkojnë vetëm të manifestim, por pa fjalën, e ne bëhemi pak fanatik, hipokrit dhe shumë herë gjendemi në gabime. Me fjalë tjera, po të kemi vetëm fuqinë e frymës së shenjtë, por pa fjalën ne plasim, sepse nuk dim ç'a të bëjmë. Por edhe po të kemi fjalën, por pa frymën, ne thahemi, sepse nuk kemi fuqi të ecim përpara. Por kur kemi të dyja, atëherë rritemi si bijtë e Perëndis. Ky është ai që ne mund të ndërtohemi mbi këtë themel tani. Pra, kur ne kemi fjalën dhe rrethejmë atë, por pa frymën e shenjtë, udhëhej gjithmonë një marrëdhënie ose një konvencion fetar, ku nuk ka as jetë, as fuqi dhe si përfundim ka vdekje. Por përsëris,
kur ne kemi fjalën në dorë, por nuk kanë frymën e shenjtë, ose nuk e besojnë frymën e shenjtë, udhëhej gjithmonë thjesht një konvencion ose një marrëdhënie fetare, jo marrëdhënie gjallë me Krishtin, ku kjo marrëdhënie fetare nuk ka as jetë, as fuqi dhe si përfundim prodhon vetëm vdekje. Ja pse ke Hebrejt 4, gjithë dim vargu, ke Hebrejt 4, vargu 12, që thot? Sepse fjala e Perëndisë është e gjallë dhe vepruese, më mpret se çdo shpatë me dy tek, dhe dëpërton deri në ndarjen e shpirtit dhe të frymës, të nyrëve dhe të paceve, dhe është gjendje të gjykojë mendimet dhe dëshirat e zemrës. Tu shikojmë tre gjëra, pra fjala e Perëndisë e para është e gjallë dhe vepruese. Çfarë do thot me këtë? Do thot që fjala është energji, e mbushur, plot e përplot me jetë dhe aktive. Kjo është zbulesa parë, po e tham. Pra, fjala e Perëndisë është e gjallë dhe vepruese. Çfarë do thot? Do thot që fjala është energji e mbushur plot me jetë dhe është aktive. E dyta, fjala e Perëndisë ndan të gjithë ata që dëgjojnë. Pra po flas ky vargu Hebrejve 4, vargu 12, kemi tre zbulesa të ndryshme, që është ndarë. E para, siç thash, që është energji e mbushur plot me jetë dhe aktive. E dyta, fjala e Perëndisë na ndan të gjithë ata që e dëgjojnë në dy klasa të ndryshme. Ose më saktë, ata që e refuzojnë dhe ata që e pranojnë. Ke Mateu 10:34, ç'a lexojmë? Mos mendoni se unë erdha të sjell paqen mbi tokë. Nuk erdha të sjell paqen, por shpatën. Ndarje. Kush e merr? E kush nuk e merr? Kush e pranon? E kush nuk e pranon fjalën e Zotit? Këtë shpatë. Edhe ke Apokalipsi 1:16 thot, dhe kishte në dorën e tij të djathtë 7 yje dhe nga goja e tij dilte një shpatë mpreft me 2 te dhe fytyra e tij si dielli që ndrin me forcën e tij. Kjo të thot që fjala e Perëndisë do të ndaj ata që dëgjojnë në dy klasa, pra ata që e refuzojnë fjalën, që nuk e pranojnë, ose i japin interpretime ndryshme, dhe ato që e pranojnë fjalën. Kjo është ajo që bën fjala e Zotit. Zbulesa e tretë, fjala e Perëndisë gjykon mendimet dhe dëshirat e zemrës, që do thotë që Perëndia do të dallojë ose do të shfaqë cilëtetin dhe karakterin atyre që e dëgjojnë, duke e zbuluar kështu pra kuptimin e saj që kanë në mendje me atë që kanë në zemër. Pra, ham mendësit me zbulesën e saj që vjen në zemër. Mënyrën se si mendoj unë, mendja ime me atë që Zoti më zbulon në zemrën time. Amen, kështu që edhe kjo treta besoj që ishte tjetër pra zbulesë, pra që fjala e Perëndisë gjykon mendimet dhe dëshirat e zemrës, që do thotë që Perëndia është Perëndia pra ai që do të dallojë ose do të shfaqë atë cilëtetin dhe karakterin atyre që e dëgjojnë, duke zbuluar pra kështu kuptimin e saj që kanë në mendje me atë që kanë në zemër. Pra hamendësimet e mia ose me atë që Perëndia më zbulon. Edhe kjo e bën të dukshme, të dallueshme vetëm fjala e Perëndisë. Fjala na bën të kuptojmë që Ariani po flet një zbulesë nga Perëndia, ose Ariani po flet me kokën e vet. Kjo ishte e treta. Dhe ke 1 Korintasve, kapitulli i parë, vargu 18, siç e dim dhe ky mesazh, ky varg i bukur, sepse sot thot sepse mesazhi i kryqit është marrëzi për ata që humbin, por për ne që shpëtohemi është fuqia e Perëndisë. Kjo është pata. Kjo është fjala. Prandaj për ata që humbin, por për ne që shpëtohemi është fuqia e Perëndisë, mesazhi i kryqit. Me fjalë tjera, këtu Bibla thotë që fjala e Zotit për dikë është vdekje. Mesazhi këtu pra, po lexoj, mesazhi i kryqit i referohet edhe fjalës së vërtetë, pra Krishtit vet, sepse këtu thotë pra që Bibla thotë që fjala e Zotit për dikë është vdekje. Edhe e lexuam, por për të tjerët është jetë. Dhe ne të falenderojmë Perëndin, që për ne që jemi thirrur nga Perëndia, sepse për ne nuk është vdekje, por për ne është jetë. Të gjithë ne duam që fjala e Perëndisë të ketë atë
si më themi, atë impaktin, ose atë përplasjen, atë impakt pra në jetën tonë, por që të ndodh, kjo na duhet të bëjmë dy gjëra. Ke Jakobi 1, vargu 21, shikojmë të dy gjëra. Prandaj, hiqni çdo ndyrësi dhe mbeturin likësie. Pranoni me butësi fjalën e mbjellë në ju, e cila mund t'ju shpëtoj shpirtat tuaj. Priteni, neve na shpëtoj gjaku, apo fjala. Edhe këtu prap janë shumë ato krishterë, madje edhe predikus, që nuk I japin atë mënyrën e vet. Këtu është e qartë Jakobi. Këtu thotë që është fjala e mbjellë në ne, që shpëton ka shpirtin. Atëherë gjaku I Jezusit ç'a bën? Gjaku I Jezusit na shpërton frymën. Na shpërton nga likësia e mëkatit që kemi në frymë. Po fjala na pastron. Fjala na transformon. Fjala na lan pra mendjen tonë që është ujë në këtë rast, që dim fjala e lan, e pastron nga mënyra se si ne mendojmë në të Perëndis. Nga vullneti jon kalojmë ke Perëndis. Nga ndjenjat tona ecim me besimin ke Perëndia. Nga vullneti jon ecim me vullnetin e Perëndis. Nga dëshirat tona me të Perëndis. Nga ego jon bëhemi bujar fal fjalës Perëndis. Kështu që gjithçka pra ka këtë transformim total. Dhe kjo na shpëton thotë shpirtin që I referohet si përfundim, që shpirti ka të bëjë pra me atë që njeriu bën. Kështu që këtu që po lexojmë pra janë për të ndërtuar në një themel të fuqishëm në jetën tonë si të krishterë, do t'i marrim të fjalë, për të pasur pra një jetë të rezistueshme dhe të qëndrueshme në Krishtin. Duhet të qëndrojmë, duhet të rezistojmë, aq sa kur të vi përmbytja, se gjithë ne do t'i kalojmë sprovat, problemet, sulmet, këtu shqetësimi, njerëzit ngaherë skandalizohen. Ngaherë binë atë, si më themi, influencohen aq keq, sa që dëshpërohen në mënyrë marrëmendse ngaherë. Po ja pse pra gjithë ne do t'i kalojmë këto. Shirat, këto fortunat, gjithë. Okay? Po kur të vi kjo përmbytje, ne mund të qëndrojmë të patundur. Sepse jemi themeluar te themeli ke Krishti. Pra pika parë, këtu ke Jakobi, që duhet pranojmë me butësi fjalën e Perëndis. Dhe vetëm kështu fjala ka një impakt në jetën tonë për shpëtim. Por duhet që të heqim e të largohemi nga çdo ndyrësi. Tu fjala ndyrësi do thot një zvetënim ose një përdhosje ose një çoroditje që I pëlqen atij pra që është I papastër. Ai që I pëlqen të heci në papastërti. Okej? Kështu që prandaj kjo është gjë e parë. E dyta, lexojmë gjithashtu që duhet heqim edhe mbeturinën e likësisë, dhe kjo do thotë që të refuzojmë korrupsionin. Okej? Dhe mos të vazhdojmë të hecin pa pranuar këto këshillat e prindërve ose më të rritur në kishë, si më themi. Kjo sepse si ndyrësia dhe likësia na udhëheqin në një zemër të mbyllur kundrejt Perëndis. Dhe duke qenë kjo zemra jon e mbyllur, nuk mund të marrim asgjë. Por kur zemra jon është e hapur dhe fillojmë të marrim atë vajosin e Perëndis, atëherë jeta jon fillon si më themi të ndërtohet, sepse kështu jemi në gjendje të praktikojmë edhe fjalën e Perëndis. Kështu që kur ne rrisim besimin, që siç e dim, besimi jon rritet nga besimi në besim, vetëm fal fjalës sa e lexojmë dhe praktikojmë, dhe kur ne rrisim besimin, dalim, si më themi, pa pritmas, dalin edhe gjërat. Dhe besimi bëhet pjesë e jetës tonë në këtë rast. Pra besimi vjen kur vjen. E dim, kur ne dëgjojmë pra fjalën e Zotit. E rritemi kur ne lexojmë Biblën, e lexojmë akoma. Kur ne dëgjojmë
dhe e rrisim me anë të aksionit, me anë të praktikës të frymës shenjtë të fjalë, ose me anë të fryrjes pra të Perëndis, ajo na ndërton. Dhe ky besim bëhet ana e jetës tonë. Besimi nuk është diçka mendore, gjithë dim, por besimi është shfaqur në zemër pra, sepse ke Romakra 10, vargu 10, thotë që besimi vjen me zemër, po ta besosh me zemër. Dhe këtë besim me zemër e ka kriju vetë Krishti, sepse ke Hebrej 12 thotë që ai është vetë pra që e krijoi besimin në zemrat tona. Dhe ja pse ke Jakobi thotë që ky lloj besimi pa vepra është i vdekur, sepse nuk flitet për besimtarin pa vepra, por flitet për këtë besim që është i gjallë, real, i vërtet, që Krishti vetë e ka bërë. Por në qoftë se nuk e bëjmë aksion, fal frymës shenjtë dhe fal fjalës, pra siç e lexuam, atëherë konsiderohet një besim i vdekur, sepse ke punuar në errësirë, kur nga ana tjetër Zoti don që ne t'i nxjerrim në dritë. Kurse shpresa është një tjetër shprehje në mendje, pra siç e dim ke 1 Thesalonikasve 5 vargu 8, aty i dallon bukur, më pëlqen ai vargu ke 1 Thesalonikasve, mos gaboj, do të jetë 1 Thesalonikasve 5 vargu 8, thotë që besimi aty është në zemër, kurse shpresa është në mendje. Pra besimi vërtet është besim në zemër, dhe është një, si mu themi, destinacion i saktë për të qenë shpëtuar. Mu pëmbin njerëz sot, se do vinë ato ustallarë, kam pak punë, edhe lavdi Zotit që nuk më shqetësuan. Do ta fillojmë prapë ditën e ejte, sepse do ta përfundojmë të ejtën, ndoshta mund ta filloj këtu ke ky vargu një Jakobit 1:21, me që e la ashtu, edhe do ta përfundojmë radhës tjetër këtë mesazhin. Unë do t'ju lej, se më do t'hiki sot, edhe lavdi Zotit që nuk mund t'as të rrezikoshem mos me dal fare, por ja që ja dola. I gjeta pak kohë me dal. Edhe rast tjetër që do shikojmë ta përfundojmë pra këtë mesazhin. Unë si gjithmonë ju falenderoj, Zoti t'ju bekoj, edhe takomi radhës tjetër. Mirupafshim, bekime.